Pavarësisht temperaturave të larta të verës, biblioteka e qytetit të Lushnjës vijon të jetë një destinacion i preferuar për dhjetra lexues të gjitha moshave. Çdo ditë, fëmijë, të rinj, të rritur dhe krijues lokal mbushin ambientet e bibliotekës për të përjetuar fuqinë e fjalës së shkruar. Sipas burimeve nga stafi i bibliotekës, vetëm gjatë muajit qershor janë regjistruar 180 lexues aktiv në seksionin për të rritur, ndërsa më shumë se 50 fëmijë janë bërë pjesë e leximit aktiv në këndin e letërsisë për të vegjëlit. Zhanri më i kërkuar gjatë kësaj periudhe janë romanet, veçanërisht ato të autorëve shqiptar dhe të huaj, por lexuesit tregojnë një interes të veçantë edhe për autorët lushnjar. Një nga emrat më të kërkuar në letërsim për fëmijë mbetet poeti Elmas Qerreti, i njohur për vargjet e tij plot ngjyra dhe mesazhe. Ky rigjallërim kulturor e ka kthyer bibliotekën në një oazë shpirtërore gjatë kësaj vere, ku lexuesit nuk kërkojnë vetëm freski fizike, por edhe ushqim për shpirtin dhe mendjen. Në sallën e leximit, ndër të pranishmit, ishte edhe ish gazetari dhe shkrimtari Ali Haka, autori disa librave për qytetin e Lushnjës. Në një prononcim për televizionin Apollon, ai u shpreh se është emocionuese të shohësh kaq shumë të rinj e fëmijë me libër në dorë. Ky qytet ka patur gjithmonë një marrëdhënie të veçantë me leximin dhe me penën. Është shpresdhënse që kjo traditë po vazhdon, është shprehur ai. Në një kohë kur ekranet dominojnë kohën e lirë, Lushnja po dëshmon se dashuria për librin mbetet ende e gjallë dhe e fortë. Unë në radhë parë falenderoj televizionin Apollon që kam promovuar gjithmonë penën e muzikës. Dhe nuk gjej dot fjalë për të falenderuar popullin e muzikës për vlerat që i ka dhënë penës. Nga gjiri këtij populli muzikar kanë dalur shumë heronj, patriot, poet, shkrimtar. Dhe këto figura të këtij populli muzikar kanë qenë njerëz të penës, kanë qenë njerëz të historisë, kanë qenë njerëz të vlerave kombëtare që ka patur populli i muzikës. Dhe shoqata, ajo shkrimtarët dhe poetët lushnjar kanë një shoqat në Lushnjë që drejtohet nga Emine Boriçi. Edhe kryetarja bashkisë të Lushnjës, shoqja Erizelta Sefa, ka ndihmuar mjaft dhe ndihmon punën me poetët dhe shkrimtarët lushnjarë. Si shikoni penën lushnjare? A ka poet dhe shkrimtar lushnja duke i dhënë vlerë këtij qyteti? Po, Lushnja ka patur dhe ka njerëz që janë të penës, duke filluar që nga Vasko Reshi, Fasli Haliti, Ylli Miftiu, Gjemal Nexha, Elmas Qerreti. Lushnja ka njerëz që edhe në Amerikë kanë shkruar për Shqipërinë, për muzikën. Siç është Bujar Hajdari, siç është Dalip Greca, Indjeri, edhe të tjerë. Kanë shkruar për muzikën, për vlerat kombëtare të muzikës. Ju sot jeni pjesë e bibliotekës së qytetit. Po. Si shikoni lexuesit? Edhe biblioteka e qytetit Lushnjës është një risim vete. Kjo rish do t'i të hapur dhe këtu kjo vizitohet nga shumë qytetarë të Lushnjës, të cilët lexojnë libra të ndryshëm. A është poezia e qytetit apo e penës lushnjare një risi duke i sjellur çdo vëmendje për të rinjët në këtë qytet, pavarësisht se ne jemi në sezon turistik? A frekuentohet poezia lushnjare? Patjetër që prezentohet, por unë mendoj se më gjerë, më shumë duhet të punojmë dhe neve në brezat që jemi më përpara këtyre brezave të rinj, që të lëmë një pasuri brezave që vinë. Duke rekomanduar ata që të lexojnë libra të ndryshëm në bibliotekën e qytetit, për të fituar dije dhe kulturë. Kam menduar që të bëj dhe një libër me poezi të gjithave gjinive. Jo vetëm kështu anë këtyre kombëtare,
po dhe për dashurinë dhe për vlerat historike që ka populli Mezegjes. A do jetë Aliaka kritik? Patjetër. Patjetër, kritikën e kam patur qef që shpejt, që kur isha në moshtre, e kam filluar shkrimin tim me kritik. Dhe kjo më hyri në gjak. Më hyri në gjak edhe deri në fund fare unë afirmova veten time si një kritik i mirë i qytetit Lushnjës. Deri atjesa edhe u dekorova nga Presidiumi i Kuvendit Popullor me medaljen Naim Frashëri si një kritik që nuk e kam njojtur frikën, por edhe në atë titullin që i vura librit të fundit që bëra zeri im, ishte kjo arsye sepse unë kudo që kam mbritur zerin, më është dëgjuar zeri. Janë realizuar ato objektivat që neve kemi kërkuar dhe. Zotë Haka, faleminderit. Faleminderit juve.